Policia e Kosovës në kuadër të planit zhvillimor strategjik, ndër prioritetet e saj e ka rujtjen e rendit kushtetues dhe sigurinë e përgjithshme të Republikën e Kosovës. Siguria është një element kryesor për çdo shoqëri në botë, të qenurit në gjendje të jetojmë dhe të funksionojmë të lirshëm dhe pa frikë është në interes të çdo qytetari, pavarësisht nga mosha, gjinia, raca apo feja. Prandaj çdo rrezik për sigurinë dëmton rënd parimet themelore të drejtave dhe lirive të njerëzit. Pavarësisht përparimeve teknologjike dhe zhvillimeve njerëzore, armët e zjarrit, eksplozivet, përfshirë municionet, vazhdojnë të jenë një rrezik i madh për sigurinë e qytetarëve tonë. Me qëllim të parandalimit dhe sekuestrimit të armëve ilegale, Policia e Kosovës në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Themelore në Mitrovic, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, detyrimin e hetimit të krimeve të luftës nga data 6 gusht deri me datën 17 gusht, ka zhvilluar disa operacione policore për zbulimin e armëve ilegale në zonën e komunës së Zubin-Potokut. Këto operacione janë ndërmarrë pas pranimit të informacioneve në rrugë të ndryshme operative dhe në bashkëpunim me qytetarë të ndryshëm mbi dyshimet për posedim të armëve ilegale. Pas pranimit dhe verifikimit të këtyre informacioneve janë realizuar kontrolle në gjithsej 48 lokacione ku janë gjetur sasi të konsiderueshme të armëve, municioneve, si dhe mjete të tjera dyshuara të kundërligjshme. Ne vim të jap disa statistika nga ajo çfarë është gjetur dhe nga ajo që mund të shihni pas nesh në ekspozit. Domthonë janë gjetur 72 cop armë, prej tyre 2 mitraillez, 11 armë gjata AK-47, 22 armë të gjata të llojeve të ndryshme, 27 pushë gjuetis, 9 armë të shkurtra pistoleta, 1 pushkë ajrore, janë gjetur mjete shpërthyese 7 cop, 7 granata dore, 2 detonatorë elektrik përdorur, pjesë plastike të paketimit granatës, mjete piroteknike, pjesë metalike të mjeteve shpërthyese, po ashtu janë gjetur edhe municione, gjithsej 4831 cop municione të kalibrave të ndryshme. Për të mos i numëruar gjithë për shkak që edhe mund të shihni më vonë, do të keni mundësinë për një pamje. Po ashtu janë gjetur edhe pjesë të armëve, shumë të atyta, kondak, karikator, optik për armë, kaseta armatimi dhe pashtu krerë, fishek apo magazina. Janë gjetur gjithashtu edhe shumë pajisje tjera ushtarake, që të mos i numërojmë gjitha, thika ushtarake, gazmaska, 10 pal dulbi, radiolidhje, mbush për radio, sëpata ushtarake, arka druri për municione dhe mjete tjera luftarake të cilat janë konfiskuar. Po ashtu janë gjetur numër të madh i uniformash, çanta ushtarake, këmisha ushtarake të ushtrisë Serbisë, policisë Serbisë dhe pajisje tjera që në lidhen me qëllimin ushtarak. Po ashtu janë sekuestruar dokumentacione të librezave të armëve të Jugosllavisë, kartel veteranët të luftës, dokumente të armëve, numrave serik, ditar të rojeve të pyllit dhe ndërshkrime të tjera të nevojshme për qëllime hetimore, leje të armëve të shkurta, leje të armëve të unmikut dhe po ashtu leje tjera të skaduara. Po ashtu, gjatë operacioneve janë gjetur dhe sekuestruar edhe mjete monetare, para në vlerën prej 96.100 euro dhe po ashtu 5.000 franga. Këto janë dhëna që ndërlidhen me çështjen e operacioneve kundër armëve ilegale, ndërsa tash do të kalojmë te pjesa e raportet apo informacione që ndërlidhen me rastin e varrezës masive. E ju e dini, besoj që një ndër prioritetet e qeverisë së Republikës Kosovës, po ashtu edhe të Policisë Kosovës, ka qenë dhe mbetet hetimi dhe trajtimi i rasteve të krimeve të luftës. Vlerësojmë që ne kemi edhe obligim si shoqëni që këto raste të hetojmë, të trajtojmë me prioritet, përndryshe rrezikojmë që të humbasim në përgjithësi zbulimin dhe hetimin dhe dhënies së informacioneve familjeve të cilat kanë njerëz të zhdukur në Kosovë dhe po ashtu ata që kanë humbur të dashurit e tyre gjatë luftës fundit. Në këtë qëllim, Policia e Kosovës si ka dhënë prioritet jashtëzakonshëm çështjes së hetimit të krimeve të luftës gjatë viteve të fundit. Ne kemi fuqizuar detyrimin e hetimit të krimeve të luftës që nga viti 2021-2022 dhe kemi caktuar raste me prioritet për t'i trajtuar dhe për t'i hetuar. Një ndër rastet ka qenë rasti i vrasjes së grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilin rast Policia e Kosovës e ka marrë në hetim nga Policia e Uleksit gjatë vitit 2018. Për gjatë 3 viteve ky rast u trajtuar si rast i përcaktuar me trajtim të veçantë dhe me prioritet për shkak të kompleksitetit të rastit me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete
Gjatë vitit 2024 është formuar një ekip e veçantë hetimor të udhëhequr nga shefi i sektorit për hetimin e personave të zhdukur gjatë luftës dhe pashtu i përbërë nga 4 hetues të tjerë. Ky angazhim ekipor ka vazhduar deri me datën 9/12/2024. Gjatë kësaj periudhe kohore janë realizuar 2 urdhëresa për zhvarrosje, autopsi dhe identifikim të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special. Në vazhdimsi të mbledhjes informacioneve nga ky ekip janë zbatuar edhe 2 urdhëresa tjera për zhvarrosje, autopsi dhe identifikim në lokacione ndryshme në fshatrat Jabuk dhe Crepul të komunës së Zëmbëtokut. Megjithatë, gjithë ky aktivitet hetimor nuk kishte rezultate pozitive në atë kohë, sa i përket gjetjes së mbetjeve shtrore të personave të zhdukur përkatësisht 2 grupeve të civilëve të zhdukur gjatë muajit prill të vitit 1999, grupi të njohur si grupi i intelektualëve dhe pjesëtarëve të familjes Feka dhe Isufi nga Koshtova e Mitrovicës. Lidhur me rastin e zhdukjes së familjes Feka dhe Isufi, hetuesit kanë paraqitur kallëzim penal ndaj një të dyshuari me numër të rastit 2024, vizë 7. Pas informacioneve sigurova kohët fundit nga puna operative në teren, puna hetimore dhe bashkëpunimi i ngushtë me banorët lokal, janë arritur të sigurojnë informacione dhe pashtu këto informacione janë analizuar. Është bërë mundur që të profilizohen subjekte me interes potencial për të pasur njohuri lidhur me aktivitetin kriminal të cilat ishin objekti i hetimit. Me datën 27/7 të vitit 2026, i gjithë ky angazhim dhe përbërimi i vazhdueshëm informacioneve ka imponuar nevojën për një angazhim taktik me qëllim që subjektet me cilësi të ndryshme, si dëshmitar apo dyshuar, përkatësisht banorë lokal në zonën ku dyshohej se kishin ndodhur aktivitetet kriminale gjatë luftës, respektivisht krimi i luftës, të lokalizoheshin në mënyrë të njëkohshme dhe ndaj tyre të ndërmerreshin veprime taktike hetimore, nga të cilat do të mund të siguruaj informacion konkret për lokalizimin e një vend varrimi të mundshëm. Si rezultat e aktivitetit efikas operacional, është mundësuar lokalizimi i të gjitha subjekteve të synuara me planin operativ dhe të njëjtit janë shoqëruar me të dhënat si me poshtë. Janë shoqëruar në polici në këtë datë 6 qytetarë, prej tyre 4 dëshmitarë dhe 2 të tjerë të dyshuar, të njëjtit më pas edhe janë arrestuar. Informacionet e grumbulluara pas një periudhe të gjatë, si dhe njohuritë e hetuesve për cilin subjekt, janë shfrytzuar në mënyrë efektive, me çka është arritur të lokalizohen edhe vend varrezat të dyshuara. Pas arritjes në lokacion, gjatë vëzhgimit fillestar të sipërfaqes së terenit, në një afërsi të një proji, ku si pasojë e erozionit ishte zhvendosur një pjesë e dheut, janë vrejtur pjesë kockore, si dhe pjesë të veshmbathjeve të ekspozuara, pjesërisht në sipërfaqen e tokës. Lidhur me këtë gjetje është njoftuar antropologu mjekoligjor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, i cili ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Pas ekzaminimit preliminar, ai ka konstatuar se pjesët kockore janë me prejardhje njerëzore dhe së të njëjtat paraqesin interes forensik. Hetuesit kanë paraqitur kërkesë në përkryimin speciale për lëshimin e urdhëresës për zhvarrosje dhe autopsi në 3 lokacionet e mëposhtme. Lokacioni i parë ka qenë në fshatin Kalludër e Vogël, i lokalizuar me datën 27/7. Si rezultat i zhvarrimit, këtu janë gjetur 13 mbetje ushtrore, do të thotë për 13 trupa. Lokacioni i dytë ka qenë në Jabukën e Vogël në fshat, i lokalizuar me datën 2/8/2026. Rezultati i zhvarrimit 4 trupa janë gjetur në këtë pjesë, mbetje ushtrore. Ndërsa në lokacionin numër 3, Kalludër e Vogël, i lokalizuar me datën 3/8, rezultati i zhvarrimit kanë qenë 6 trupa apo 6 mbetje ushtrore. Nga 3 lokacionet janë gjetur gjithsej prova dhe dëshmi materiale si në vijim. Gjatë 6 gëzoja të kalibrave ndryshëm, 5 predha dhe 1 municion ose një fishek. Do të kjo është i tërë raportit që kemi pasur përgatitur për këtë rast. Ka edhe shumë çështje që janë duke u trajtuar, duke hetu. Normalisht që këto do të trajtohen bashkë me prokurorinë speciale, edhe në momentin e duhur do të jepen edhe informacione për publikun. Mua mbetet që të falenderoj gjithë policët tanë që ka qenë të angazhuar në këto operacione, veçanti policët e Drejtorisë së Hetimeve të Krimeve të Luftës, policët e Drejtorisë Anale të Policisë në Mitrovic Veriore dhe ashtu policët nga njësitë tjera veçanta që kanë mbështetur gjithë këtë operacion. Do të mbetim përkushtuar që të garantojmë sa më shumë siguri për gjithë qytetarët tonë
normalisht të mbesim prap një sesioni i besueshëm me qytetarët e Republikës së Kosovës. Normal që këto janë dyshimet tona që pjesë të këtyre armëve që janë të akuzuar mund të kenë qenë përfshira në rasti i vrasjes masive të rasti i grupit të intelektualëve, mirë po këto mbeten me u verifiku pas ekzaminimit që do të bëhen në laboratorët e Kosovës. Po edhe nëse ka nevojë dërgohen edhe jashtë. Mirë po mbetet një informacion që duhet me verifiku. Sidoqoftë këto janë armë legale të gjitha dhe pastaj këto të gjitha duhet të ekzaminohen një nga një derisa të vim deri te rezultati konkret. Me shtu diçka për të qenë më të saktë. Tashmë Agjencia Kosovare e Forenzikës kam urdhëruar që me prioritet të ekzaminoj këto armë. Do të thotë që nga momenti që përfundon kjo konferencë për shtyp, gjithë ky armatim do të shkojë në Agjencinë e Forenzikës, e cila në bashkëpunim me policët të cilët janë të kyqur në hetim, do të procedojnë me urgjencë në momentin e parë që kemi informata të bazuara në shkencë, patjetër që policia do të ndërmarrë hapat e nevojshëm, qoftë në hetim e pastaj edhe në sjelljen para drejtësisë të cili do që është i përfshirë në këtë masakër, ne do të njoftojmë me njëherë publikun. Vetëm dua të shtoj edhe një gjë. Ne nuk do të ndalemi derisa nuk zbulojmë edhe fatin edhe të viktimës së fundit në Kosovë, por edhe derisa nuk arrestojmë të gjithë përgjegjësit për vrasjet e luftës në Kosovë, pa ndalshëm, pa u kursyer derisa përgjegjësia të arrijë tek kriminali i fundit. Përshëndetje për gjithë. Po, tek ne dyshum kem konfiskuar armë, cilat sigurisht që kanë nënshtru proceseve të ekzaminimeve me kohë dhe me urnesë sipas kodit procedurës penale. Jo rastisht na kem qenë pjesë e angazhimit operativ drejtorisë rajonale Veri në kuptim të gjetjes dhe konfiskimit të armëve, për shkak se ne kemi informacione, po kemi edhe dëshmi do që formacioni ushtarak që ka vepruar përkatësisht mbrojtja territoriale në atë pjesë e ushtrisë jugoslave, stafin e mobilizuar do të nuk e ka çarmathos me përfundim të luftës, edhe ekzistojnë prova që armatimi në posedim gjatë kohës luftës është mbetë në posedim edhe në këtë periudhë kohore. Në bashkëveprim me njësitë operative drejtorisë rajonale Veri, na kemi kemi intervistuar 27 persona në forma ndryshme gjatë aktivitetit operativ një has dhe një shoqëruar në objektet policore. Bazuar në informacionet që unë kam pranuar nga drejtorët e Policisë Kosovës, çështjen e fjalë apo personin e fjalë, nuk ka asnjë lidhje me rastin e hetimit që ne kemi zhvilluar dhe duke zhvilluar në pjesën e Zymit Potuk. Deri tash, anë lidhje me çështje tjera nuk kam do informacion, por për rastin e fjalë, bazuar në informacionet që kam siguruar, nuk ndëlidhet, është totalisht një informacion i rrëmë. Besoj bashkimi do të jetë personi përgjegjës, ne siç thash edhe në fillim të deklaratës time, ne kemi pranuar dosjen nga policia e Vleksit. Normalisht më herët e ka pasur edhe policia e Unmikut. Bashkimi do të jetë pas informacione sepse është më i informuar për këtë punë. Po faleminderit, më me thonë në plot përgjithësi se nga dokumentacioni trashëguar kem pa një angazhim jashtëzakonisht dinamik kuptim të lokalizimit dhe kërkimit të vendvarreza në atë pjesë. Nëse flasim të periudhën kohore nga viti 1999 deri në vitin 2018, janë realizuar gjithsejt 17 gërmime në atë zonë, me përqendrim në përfshatra, po kryesisht pjesën perëndimore qytetit Zymit Potuk. Zonët janë gjithë ka pas në distancat ndryshme, jo në afërsitë lokacionit konkret.